Prokuroria e posaçme SPAK ka dhënë informacione lidhur me hetimet për krime zgjedhore. Në një reagim, SPAK është përgjigjur Partisë Demokratike lidhur me procedimet penale të regjistruara për krime zgjedhore. Në fillim të këtij muaji, PD-i drejtoi një kërkesë SPAK ku kërkonte informacion lidhur me hetimet për krime zgjedhore nga Task Forca, që u ngrit në janar nga Prokuroria e posaçme në bashkëpunim me KQZ. Në përgjigjen e SPAK, thuhet se prej muajit janar, Prokuroria e posaçme ka regjistruar 18 procedime penale. Nga 18 procedime penale të regjistruara gjithsej për krime zgjedhore, 5 prej tyre janë regjistruar kryesisht. Në përgjigje të shkresës suaj numër 267 të protokollit datë 2 prill 2025, ardhur dhe protokolluar më datë 3 prill 2024, pas verifikimeve të kryera në regjistrin e njoftimit të veprave penale të Prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në lidhje me procedimet penale të regjistruara për krime zgjedhore, rezulton se për periudhën janar 2025 deri aktualisht, në Prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka regjistruar gjithsej 18 procedime penale që lidhen me krime zgjedhore. Nga 18 procedime penale të regjistruara gjithsej për krime zgjedhore, 5 prej tyre janë regjistruar kryesisht. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, drejtuesi i prokurorisë Altin Dumani thuhet në përgjigjen e SPAK. Prokurorët e posaçëm, të cilët janë caktuar në evidentimin e krimeve zgjedhore, kanë dalë në terren ku në fokus janë takimet me drejtuesit e policive dhe drejtuesit e prokurorive për parandalimin e krimeve zgjedhore. Prokurorët e posaçëm do të shoqërohen edhe nga agjentët, të cilët do të fillojnë me analizimin e kallëzimeve të referuara. Paralelisht, po analizohen edhe referimet e pasqyruara në platformën e SPAK, për cilën prej muajit mars është aktive. Bëhet me dije se çdo ditë adresohen denoncime nga qytetarët, ku në të shumtën e rasteve është e vështirë identifikimi i tyre për shkak të anonimatit. Vetëm në vitin që lam pas, nga ana e prokurorisë së posaçme, janë hetuar 43 procedime penale për 7 persona në hetim për vepra që lidhen me krime zgjedhore.